Shkëndia sonte luan ndeshjen vendimtare për kualifikim në raundin e tretë të UEFA Conference League, ku gjezejnë presin skuadrën slovene Bravo në arenën Todor Proeski në Shkup, me synimin për të përmbysur humbjen 2-1 nga ndeshja e parë. Për të siguruar mbështetje sa më të madhe, klubi ka vendosur që hyrja në stadium të jetë falas për të gjithë tifozët. Trajneri Artim Pollozhani tha se ekipi duhet të jetë më efikas para portës dhe të shfrytëzojë rastet e krijuara, duke theksuar se në ndeshjet me eliminim rezultati është mbi gjithçka. Patjetër që në Sloveni kemi bërë një ndeshje të bukur nga aspekti i manovrës, por që ka mungu finalizimi, që do të thotë tek pjesa e finalizimit, duke i nda veçoritë ose veçoritë e ndeshjes, ne duhet jemi më korrekt, sepse bëhet fjalë për eliminim. Në momentin që bëhet fjalë për eliminim, patjetër që nëse ti bën një ndeshje të bukur, është me patjetër që të finalizojsh, sepse është ndeshje me eliminim edhe kjo pastaj shkakton probleme. Edhe mes fushorit Drilon Islami u shpreh optimist se Shkëndia mund ta përmbysë rezultatin. Normalisht që këtë klub jena shumë optimist që mujna me përmbysë rezultatin dhe me kualifiku. Mendoj që nëse bojna lojën, sigur lojën që kemi bërë në Sloveni, në vetëm na vijnë pak më na ndihmu foti edhe më konë ma cinik të gola dhe shpresoj që kena me përmbysë rezultatin edhe me kalu tuti. Ndeshja Shkëndia Bravo luhet sonte me fillim në ora 20, ndërsa fituesi do të sigurojë një vend në raundin e tretë eliminator të UEFA Conference League.